Atëherë, ky është momenti, po them ishte momenti më kulmor i Prime-it të mbrëmshëm, momenti kur vllai i madh vendos të dërgojë Rogertin për gjithë ato ofendime që kishte bërë, si dënim ta dërgojë në shpellë për të jetuar vetëm deri të shtunën, pra 3-4 ditë. Del shtunën, ditë në të cilën ai pret një përfundim televotimi që e bën atë ose të rifutet në shtëpi ose pastaj të largohet përfundimisht nga shtëpia e Big Brother. Mirë po, ç'a ndodh? E para nganjëherë këto momente nuk janë dhe fort penalizime. Domethënë, nëse Rogerti do t'i ta shfrytëzoj, kjo do t'i kthehet në një faktorizim të papam. Pra do t'i kthehet në një bonus kjo histori. Një kjo. E dyta, unë vëre që gjithë tyre banorëve që e kanë dashur Rogertin jashtë e kështu me radhë, tash po i mungon Rogerti, sepse nuk e shpjegoj ndryshe se si ka mundësi shumë banor i shkojnë te dera dhe flasin me të. Tani ai nuk është aty. Vllai i madh e ka heq nga shtëpia, e ka nxjerr jashtë. Ti pse shkon atje? Kës kam parë Baby Jean, kam parë Mateon që shkon e flet me të, kam parë Malin që shkon e përgjon, kam parë, Juelen dhe Tanin i kuptoj, po kam pa banorë të tjerë që nuk e duan Rogertin në shtëpi dhe sot që nuk është ai aty, ata shkojnë i flasin. A mos është kjo një ndjesi mungese për Rogertin në shtëpi? Sepse pikrisht në këto 3-4 ditë, ne si publik edhe ata si banor kanë mundësi të shikojnë shtëpinë pa Rogertin, pra të shohim a është njësoj, a është më mirë, më keq apo njësoj, a ka të njëjtin intensitet marrëdhënies dhe situatash. Pra, ky është një test edhe për ne si publik, për të parë shtëpinë pa Rogertin, po është një test dhe për ata. Test të cilin disa prej atyre atje brenda e kanë humbur, sepse janë pikërisht ata që thonë gjithë ditën të ikë Rogerti, në momentin që ikë Rogerti shkojnë i flasin te dera. Pra ka një diskoርdancë këtu. Si e mendoni ju?